në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shtrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Njeriu që grabiti zgjedhjet, regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025-11 majt, nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht, duke përdorur për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për votë 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri. Kjo është shkelja publike më e rëndë, më pa precedent, cili do që përpiqet të na bind apo ta kundërshtoj ne se ky nuk është një megakrim elektoral, një blerje e hapur publike e votës, ose është bashkëpunëtor në këto parakrimi, paguhet me këto parakrimi që paguhet vota, ose pastaj nuk ka ABC-n më elementare të parimeve, të zgjedhjeve të barabarta.